Besi. Yıllık test. Hajde. Adra mundi me na tregu çka ka ndodhur sot në shishin e Podujevës. Po, sot rreth orës 14 stacioni policor i Podujevës ka marrë informacion se në shesh janë dëgjuar të shtëna mbarën zjarri. Njësitë relevante ju kanë përgjigjur rastet, kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe si pasojë përdorimit të armëve të zjarrit janë të plagosur 4 persona, 3 të cilët kanë qenë të përfshirë drejt për drejt në incident dhe një kalimtar i rastit përfaktikisht, edhe i cili për fat të mirë ka lindime të lehta trupore. A dihen ende arsyet e këtij konflikti? Për motivin nuk mund të them ende sigurt, para arsye se jemi në fazën e parë të grumbullimit të informacioneve dhe posa të kuptojmë motivin, me siguri se do t'ju njoftojmë. A ka ende të ndaluar për policisë të dyshuar të përfshimin në rastin? Ne informacionet që i kemi dhe në bazë ingjëzimeve që kemi nxjerrë nga vendi i ngjarjes, 3 personat që kanë qenë drejt për drejt të përfshin janë të lënduar mbi armë zjarri siç e potencova dhe të njëjtit po trajtohen për momentin në urgjencën e QKK në Prishtinë. A dihet nëse kanë lidhje familjare të përfshimit në Po kanë lidhje familjare dhe kjo mund të jetë motivi, por saktësisht për motivin nuk mund të themi ende asgjë. Është thënë deri tash është i përfshirë në rast të thorazi ose ka qenë në vend ngjarje dhe një zyrtar policor civil, i cili ka qenë roli i tij dhe çka ka bërë tamam në këtë rast me detajet që dihet deri tash. Po, siç e potencuat edhe ju, zyrtari policor ka qenë në rroba civile, është hetues i stacionit policor të Podujevës dhe ka qenë në detyrë zyrtare dhe ka intervenu dhe fatmirësisht ka ndikuar që rasti të kushtimisht të them të parandalohen ndoshta edhe ndonjë vendim apo plagosje tjetër. Faleminderit juve. Apën edhe një herë emrin edhe ndjenjën? Nën kolonel Vasi Shabani, drejtori i drejtorisë renale Prishtinë. Kolonel? Nën kolonel Vasi Shabani. Drejtor i drejtorisë renale Prishtinë.